Horoskopi ditore premte 22 janar 2026, Dashi. Kjo ditë ju fton të vendosni rregull në prioritetet profesionale, në punë nevojitet më shumë përqendrim. Disa vendime të marra së fundmi kërkojnë tani koherencë dhe vazhdimsi. Në dashuri, klima është me drejt për drejt se zakonisht dhe kjo mund t'ju ndihmojë për sqarime dobishme. Mjafton të shmangni tonet impulsive. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ritmeve. Rikuperimi i energjive është thelbësor për të mos u ndier të lodhur në fund të ditës. Demi. Ndjeni një dëshirë të fortë për stabilitet, sidomos në punë, ku po kërkoni konfirmime konkrete pas një periudhe pasigurie. Sipas horoskopit ditës, përgjigjet nuk mangojnë, por duhet të prisni me durim. Në planin sentimental del në pa nevoja për siguri. Dialogu i sinqert forcon lidhjet. Nga ana fizike, këshillohet të ngadalsoni ritmin dhe të dëgjoni sinjalet e trupit duke shmangur teprimet. Binjakët. Mendja juaj është veçanërisht aktive dhe kjo ju ndihmon të menaxhoni çështje pune që kërkojnë fleksibilitet dhe shpejtësi mendimi. Mundësi të mira mund të lindin nga kontakte ose komunikime të papritura. Në dashuri, ka dëshirë për lehtësi, por ata që janë në një lidhje të qëndrueshme ndjejnë nevojën për më shumë thellësi. Shëndeti është i kënaqshëm, megjithatë, pak pushim mendor do t'ju bënte mirë. Gaforia. Në punë ju kërkohet të tregoni besueshmëri dhe ndjenjë përgjegjësie. Disa gjëra ecin ngadalë, por në drejtimin e duhur. Në fushën emocionale, ndjenjat janë të forta. Ata që kanë një lidhje të qëndrueshme mund të forcojnë harmoninë, ndërsa beqarët ndjejnë nevojën për mbrojtje dhe sinqeritet. Shëndeti përmirësohet nëse i lejoni vetes momente qetësie larg stresit. Luani. Energjia nuk ju mungon. Në punë mund të shfrytëzoni për të marrë iniciativa ose për të udhëhequr një projekt. Kujdes, megjithatë, të mos përpiqeni t'i bëni të gjitha vetë. Në dashuri rritet nevoja për t'u ndier të vlerësuar. Kur ndiheni të dëgjuar, jepni më të mirën nga vetja. Nga ana fizike jeni në rikuperim, por është e rëndësishme të ruani ekuilibrin mes aktivitetit dhe pushimit. Virgjëresha, dita favorizon organizimin dhe saktësinë, cilësi shumë të vlefshme në punë, sidomos nëse ka fate për t'u respektuar. Në dashuri, mbizotron nevoja për qartësi. Të flisni hapur, shmangni keqkuptime të panevojshme. Shëndeti është i qëndrueshëm, por një kujdes më i madh ndaj ushqyerjes dhe zakoneve të përditshme mund të sjellë përfitime afatgjata. Peshorja, në planin profesional jeni në kërkim të harmonisë dhe bashkëpunimit. Marrëdhëniet me kolegët ose prorët përmirësohen nëse shmangni pasiguritë dhe hezitimet. Në dashuri rikthehet dëshira për ndarje emocionesh, një fjalë butë ose një gest i thjeshtë mund të bëjë diferencën. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj stresit emocional i cili mund të ndikojë në mirëqenien e përgjithshme. Akrepi. Në punë tregojeni të vendosur dhe të përqendruar te objektiva të qartë. Është një moment i favorshëm për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Në dashuri, ndjenjat janë të thella dhe të sinqerta, por nevojitet besim i ndërsjellët për të shmangur tensionet. Shëndeti është i mirë, për sa kohë që arrini të çlironi stresin përmes aktiviteteve relaksuese. Shigjetari, dëshira për lëvizje dhe ndryshim reflektohet edhe në punë, ku ndjeni nevojën për stimuj të rinj. Astrologët këshillojnë të vlerësoni me kujdes propozimet pa u nxituar. Në dashuri ka hapësirë për dialog dhe për një bashkëpunim të fortë, sidomos nëse lini pas ngurtësitë e vjetra. Shëndeti përmirësohet me një qëndrim më pozitiv dhe aktiv. Bricjapi, ndjenja e detyrës udhëheq zgjedhjet profesionale dhe kjo ju sjell respekt dhe besueshmëri. Edhe pse bara përgjegjësive është e madhe, rezultatet nuk u vonojnë të shfaqen. Në dashuri del në pa dëshira për stabilitet dhe plane afatgjata. Shëndeti kërkon të mos neglizhoni pushimin. Pauzat do t'ju ndihmojnë të ruani përqendrimin. Ujori. Në punë hapen mundësi për ide origjinale dhe zgjidhje jashtë skemave. Është momenti të shprehni vizionin tuaj pa frikë nga gjykimi të tjerëve. Në dashuri, rritet nevoja për liri, por kjo nuk përjashton dëshirën për një lidhje të sinqertë. Shëndeti është i mirë, sidomos nëse ruani ekuilibrat mes mendjes dhe trupit. Peshqit.
Sipas horoskopit të ditës, ndjeshmëria ju shoqëron edhe në çështjet profesionale, duke ju bërë intuitiv dhe të vëmendshëm ndaj detajeve. Është një periudhë mirë për aktivitete kreative ose për të ndihmuar të tjerët. Në dashuri mbizotron romantizmi me emocione që thellohen dhe favorizojnë një lidhje më të fortë. Shëndeti përmirësohet nëse i përkushtoheni asaj që ju bëni të ndiheni në harmoni me veten tuaj.